Ju përshëndes nga edicioni informativ I orës 14 do të njemi me disa prej zhvillimeve të ditës. Të shumta janë mbeturinat që idhen çdo ditë në të rrjetin e kanalizimeve të qytetit, veçanërisht në kanalet kuruese dhe ato të ujrave të larta që më pas përfundojnë në det. Gjatë një interviste për Blu Televizion, Nazir Habibaj, I cili prej 10 vitesh angazhohet me pastrimin e tyre, apelon ndërgjegjësimin qytetar. Të shumta janë mbeturinat që hidhen çdo ditë në sistemin e kanalizimeve të qytetit, mbetje të cilat hidhen veçanërisht në kanalet kulluese dhe ato të ujrave të larta, të cilat përfundojnë më pas në det. Nazir Habibaj prej 10 vitesh angazhohet me pastrimin e mbeturinave, të cilat përfundojnë në detin Adriatik. Ai thotë se kryesisht pas ditëve me reshjeshiu, pastron nga Bregdeti tonelata të gjitha mbetjeve. Mbetje këto që janë kryesisht sipas Habibajt plastike e deri tek orendit shtëpiake. Mbeturinat që hidhen në rrjetin e kanalizimeve sipas Habibajt bllokojnë kanalet kulluese të qytetit dhe nga ana tjetër dëmtojnë biodiversitetin. Unë jam I punësuar të shërbimet publike dhe çdo ditë të vitit mëngjes darkë mbas dite e kontrolloj zonën e çdo mbeturin që edhe populli I pandërgjeshëm. Tu duhet qytetërim, duhet media të punojnë me të madhe që të arrihet diçka se është e pamundur. Njerëzit ulen anë fara edhin mbeturina vend dhe pa vend. Këto hidhen nëpër kanale dhe I sjellin shirat në det, detin e kanë bërë depozit, e kanë bërë si landfill. Edhe speciet po zhduken nga mbeturina se nuk jetojnë dot. Me shishet e plasmaset duan dhe ata habitatin e tyre. Të gjitha janë Coca-Cola, gjaketa, dysheqe, krevate pa fund, nuk në gjë pa hedhur. Ditë për ditë një kanal aty poshtë, janë kazanet e lozdrave në anë të kanalit, njerëzit I bien shkurt të erdhin në kanal, fillojnë shirat të gjitha këtu ike. Kemi dy fenomene kur ndodhin rreshje të shiut dhe deti keq, mbeturinat e detit, algat ato nuk janë shumë problem se ato vinera jodi detit nuk sjellin pisllëqe, po që janë kanaqet, shishera, çdo gjë, gjaketa është mbushur deti është e pamundur, nuk mund ta pastrojnë dot. Punën e tij të përditshme e përshkruan si tepër të mundimshme, ndikuar nga dora e njeriut që ndot, sipas tij gjithçka. Habibaj ka dhe një apel për qytetarët të mbajnë pastër ambientin si shtëpinë e tyre. Të gjitha probleme është se bllokuaria I shikoni. Sa do mjetet e bashkisë I shikoni në dispozicion janë në punë, jemi 24 për 24, sidomos tani që është sezoni, vazhdojmë punojmë. Është që ke mundishme, po puna duhet bërë, se nuk mund të justifikojmë duke ndënjur, duhet punuar gjithë, ndërmarrja është në dispozicion. Mora në telefon përgjegjësin për automjetin direkt e solli për ta pastruar. Qytetërimi duhet të jetë thelbësor për këtë problem, të kenë ndërgjegjëse sikur e kanë oporin e tyre, se Vlora është shumë e bukur, na I ka falur Zoti, duhet që të ruajmë. Mi kemi të gjitha male ishuj, gadishuj, duhet I ruajmë me çdo kusht. Një ditë natyra na ka ndëshkuar dhe na ndëshkojmë me këto veprime që bëjmë ne. Duhet që të ruajmë si sytë e ballit. Krahas ndërgjegjësimit të qytetarëve në Vlorë duhet të punojnë më tepër dhe organet ligjzbatuese, policia bashkiake, policia e shtetit, institucionet në mbrojtje të mjedisit duhet të evidentojnë rastet dhe të vendosin gjoba të majme për çdo që ndot sistemin e kanalizimeve apo ambientin përreth. Pishat e thara përgjatë shëtitores Lungomare 1 shtojnë ndjeshëm numrin e tyre. Për qytetarë që frekuentojnë çdo ditë shëtitoren e Vlorës, kjo situatë nuk është e re, ndërsa ndikon drejt për drejt edhe në imazhin e një prej projekteve më madhore të qytetit. Ka shkuar në 80 numri pishave të thara përgjatë shëtitores Lungomare 1. Shumë prej këtyre pishave janë prerë duke lënë në mes të shëtitores gropa të mëdha, të cilat janë kthyer edhe në pengesë për lëvizjen e qytetarëve. Ata të cilët e frekuentojnë çdo ditë shëtitoren e Vlorës tregojnë se këtë situatë e kanë vënë re, duke e përshkruar si një fenomen negativ që ndikon drejt për drejt në imazhin e një prej projekteve më madhore të qytetit. Sipas qytetarëve që në nisje të këtij projekti u pa se pishat ishin pemë të papërshtatshme për klimën bregdetare e nuk duhet të vendoseshin kaq pranë Bregdetit,
por vendosja e tyre u bë pa asnjë studim apo informacion. Qytetarët e Vlorës kërkojnë që këto pisha të zvendësohen me të tjera pemë të përshtatshme për klimën dhe zonën. Për këtë situatë, pushteti ka disa vite që ende nuk ka ndërmarrë asnjë mas, ndaj duhet edhe të reagojë. Po këtu sa nga juga se i dhe juga këtu. Tu sa qira se vaditja si duhet jetë e dobë, s'do këtë uj. Çfarë masash duhet marrë? Masa e të që merrem me këtë punë, dhe mund t'i zvendësojmë. Të zvendësuar. Po tash bashkia e di atë punë. Ata që merren me këtë punë. Do të kujdesen shumë mos të merren me të vjedhur. Se kështu ka vetë kjo punë. Për mendimin tim gabime, po qeveritarët e dinë më mirë punë ata që kanë dorë këto gjëra. Po duhet të ishin marrë, po do t'i rregullojnë avash avash. Po pse nuk zvendëson? Po që di, i bëjnë avash avash punët. Si bëjnë shpejt e shpejt, se nuk bëjnë aqë kollaj. Partia ka rallë. Ka rallë nga më të ndryshme që ne si dim, ne jemi njës pa shkollë. Pishat në lungomare, unë nuk jam se unë jam e bërës me smere fare me këto gjera, po mungojnë na ujtë e detit. Ajo i thanë kripa. Vetëm ajo duhet jetë nuk e di mujtë ke qenë na. As shkollë kam as... Udro? Nuk ka pas përkujdesje të mjaftueshme që janë S'është e përkujdesje, jo. Ajo vetëm i thanë ujtë e detit. S'ka mund, ja dhe i rimonja i bëjnë e qatë. pse nuk i zvendëson? Po qartë i kanë zvendësuar 3-4 herë, edhe kjo punë është. Ja, pra të them unë pa kujdi unë e shkerta, se mos kam agranome unë edhe do... Po që vetëm na ujtë e detit, vetëm në daga vjen deri këti kurë. Do ishte menduar kjo para praktisht? Më pyeta i thellë se unë 4 klasë shkollë kam, këtë baba kemot. Si që ishte në fillim nuk na vjen mirë, kuptoj, do ishte më mirë që të ishin më të gjelbëruara, më të rritura, më të mirë mbajtura, po. Mungon mirë mbajtja, kuptoj. Duhet të zvendësuar, duhet të ripërtrirë çdo gjë, jo vetëm palmat, po edhe lulet e tjera që ashtu e, ose kazante lozhave që i vumëre në një vend aty ishin pak, ashtu fa. Hedhu lozhave dakord, pastë, po pa pasur kapak. Po si e shpjegoni pse ndodh ky ngërç në qytetin tonë që punët lihen kështu? Dhe më ka rënë në sy si qytetar, po qa do bëj unë? Kemi mungesë mirëmbajtjeje në kushte. Ka shumë mungesa dhe popullin janë shumë, na kanë ikë fëmijët, na kanë ikë. Nuk është qeverisje në rregull kjo. Për mua. Ka një kohë të gjatë që ka ndodhur kjo. Pse lihen kështu? Pse nuk zëvendësohen? Ku shndron problemi? Këto i thanë deti, po të paktën të zënë këto, se bien njerëzit me kokë aty. Shkon do fëmija me karot, mi them, nëna me karot të fëmijës. Të mbyllën këto, të ishtrojnë që këto tjera, këto i ka tharë deti, që se vërtet ta kanë vjellë 3 herë ata edhe i ka tharë deti. Nuk kanë mirë që bëjmë deti. Po mirë, nuk u bë një studim në fillim që këto do t'i thante deti? Po, su bë, se kështu i bëjmë na gjysmake, se gjysmat i futëm në gjep. Bëhet të nëri, gjysmat bëjnë gjep, gjysmat aty edhe bëhen, si kjo punë edhe rinia iku, e kemë met na plejtë. Përgjegjësinë për të zëvendësuar pishat e ka patur firmën që ka ndërtuar shëtitoren, e cila nuk ka pranuar asnjëherë të bëjë diçka të tillë për shkak të kostos së lartë. Ndërkohë sipas informacioneve, pavarësisht anomalive të shumta në realizimin e projektit, thuhet se Bashkia e Vlorës e ka marrë në ngarkim projektin, e ndaj tashmë është përgjegjësi e pushtetit lokal për t'i zëvendësuar këto pemë. Shqipëria është vendi ideal për punëtorët indian. Kështu tha në një deklarat për mediat ambasadori i Indisë në Tiranë, Ravindra Prasad. Sipas tij, deri më tani në Shqipëri janë rreth 1200 shtetas indian të punësuar, ndërsa India ka krapune të kualifikuar dhe miqësor që përshtaten shumë mirë me mjedisin lokal. Shqipëria vendi ideal për punëtorët indian, kështu tha në një deklarat për mediat ambasadori i Indisë në Tiranë, Ravindra Prasad. Ai shtoi se deri më tani në Shqipëri janë rreth 1200 shtetas indian të punësuar, ndërsa po punohet me qeverinë shqiptare në arritjen e një marrëveshje partneriteti, në mënyrë që të realizohet migrimi i rregullt e që më shumë krapune të vinë në Shqipëri. Ambasadori tha se India ka krapune të kualifikuar dhe miqësor që përshtaten shumë mirë me mjedisin lokal. See, like from the newspaper reports, we see that in 24, since 2020, when the
visa-free regime was introduced. India është një fuqi e madhe e punëtorëve të kualifikuar dhe një numër i madh indianësh punojnë në të gjitha pjesët e botës, sidomos në vendet e gjirit, në Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por në Shqipëri numrat janë shumë të ulët, siç më është thënë vitin e kaluar janë dhënë rreth 1200 viza për punëtor indian. Pra jemi në drejtimin e dur, po ecim përpara. Numrat po rriten dhe shpresoj që shumë më shumë do të vinë në Shqipëri. Po punojmë për një marrëveshje partneriteti me qeverinë e Shqipërisë në mënyrë që të kemi një migrim të rregullt ose ardhje të rregullt të njerëzve nga India. Siç e dini, indianët janë shumë miqësor, shumë punëtor dhe përshtaten shumë mirë me mjedisin lokal. Kështu që shpresoj që ata do të gjejnë një vend të mirë për të punuar këtu. Punëdhënësit shqiptar do t'i konsiderojnë punëtor shumë të mirë. Jo vetëm si krah pune, por edhe si turistë indianët i kanë rritur shifrat e tyre në Europë, e në veçanti në Shqipëri. Ambasadori tha se nga të dhënat që ka lexuar, më shumë se 35.000 indiane kanë vizituar vendin tonë dhe më shumë do të vinë në vijim. The numbers are picking up and I hope that many more will come to Albania. We are working on a partnership. Nga raportimet kemi parë që në vitin 2024 që kur nisi regjimi pa viza, njerëzit kanë ardhur gjithnjë më shumë në Shqipëri, sidomos indianët që jetojnë në vendet e gjirit, në Mbretërinë e Bashkuar apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasadori indian tha se në Shqipëri ka edhe interes të investitorëve indian. We have relations since long. We are this year celebrating 70 years of Ndërkohë, në kuadër të marrëdhënieve 70 vjeçare mes Shqipërisë dhe Indisë, pritet të ketë një sër aktivitetesh ekspozita të lidhura me Nën Terezën, si dhe mbrëmje kulturore indiane që do të organizohen në Shqipëri, përfundoi ambasadori. With Albanian government, we are also thinking to get a cultural troupe from India to Albania and maybe we get a one night show in Vogrades. So this is we are going to do, but we are discussing many agreements. We have 2-3 agreements already in place, but we hope to do many more agreements this year and in coming years. Vjojme të tjera zhvillime, një jetë në Blegtori, ende mes vështirësive. Janë vëllezërit Gërnecaj që kanë nisur këtë punë që në fëmijëri e sot kanë rreth 750 krerë bakti të imta dhe 20 krerë lop. Fermerët kërkojnë më shumë vëmendje nga shteti. Një jetë në Blegtori, ende mes vështirësive, Ismail Gërnecaj së bashku me vëllain e tij e ka nisur këtë punë që në fëmijëri, ndërsa sot kanë rreth 750 krerë bagëti të imta, si dhe 20 krerë lop. Gërnecaj tregon se puna e Blegtorit ka mjaft vështirësi, pasi është një angazhim që kërkon 24 orë në ditë. Ai pranon gjithashtu se ndihma nga shteti ka qenë e pakët. Për të kullotur bagëtit, ata lëvizin në zona të ndryshme, nga Karaburuni deri në Llogora. Pavarësisht vështirësive, Gërnecaj thotë se arrin të nxjerrin rreth 2 kuintal qumësh në ditë, por preferojnë ta përpunojnë vetë dhe të prodhojnë nën produkte me forcat e tyre. Ai shton se edhe mishin nuk e dërgojnë në thertore, pasi çmimi si në thertore ashtu edhe tek kasapët, si dhe çmimi i qumshit nga baxhot është shumë i ulët e nuk mbulon kostot. Që në fëmijëri, që në vitet 90, në fakt, 304. Sot që flasim, sa krerë keni? Po bërë rreth 750 krerë. Imta. E në 20 lopë. Më folë qik, sa vështirë është të jesh blegtor sot? S'ka punë më të vështirë. Puna më e vështirë sot për sot, blegtoria, nuk ka punë tjetër më të vështirë. Sa orë në ditë ju ha? 24 non-stop. S'ka pushim kjo punë. Juve keni marrë kujt kullos në bagti, keni të ndara si? Ne kemi të ndara. Unë kam rreth 80 hektar toka me qira. Kam në Karaburun, që marrim nga Pijori, nga shteti. Kam malet e verore të Bashallajt, që i qënë për verë. Tu në Rikum, zakonisht. Në Rikum, Fush Dukatit, në Radhim, toka që kam të më. Çfarë i bëni mishit? Apo dhe në produkteve qumshit e tyre? Mishin e shesim në për restorantet e zonë, nuk preferojmë të kasapi, se dihet se çan do të në kasapi. Kurse bulmetin, kemi bëni punisht të vogël, për baxho, mini baxho mund të quajmë. Edhe traktojmë vetë, po, të gjithë.
Se kasapët e pa çfarë ju marrin lirë se shtrin si funksionon. Po, kasapi pinda merr pothuajse edhe gjysmë për gjysmë, kurse baxhat është akoma më katastrofë. Me çmim të ulët. Me çmim shumë të ulët. Ju dëmtoni ju fermerëve. Dëmi kryesor është nga baxhat. Sot për sot. Nëse themi sa qumësh nxjerrin në ditë nga krerët. Po sot se janë periudha, janë ditë kuntal qumësh, mbi 220 litra. Sot. Nuk preferoni ta shisni qumshin ta bëni djathtë. Bëjmë djathtë. Sa shitet sot një litër qumësh nga fermeri tek baxhaxhin? 1500 lekë. Është pa në për lokale nuk më marre 1000 lekë është i pikon ujë. Ose në një dyqan të thjesht, 500 lekë është gjysmë litri ujë. Ndihma nga shteti sipas tij mbetet e pakët. AZHBR nuk e ka kualifikuar disa herë për shkak të dokumentacionit, gjë që e vështirëson edhe më shumë punën e tij. Vetëm këto subvencionet që japin ato 12000 lekë për krerë, se për naftën unë kam ja 2 vjet që nuk aplikojmë, se nuk s'marr do dokumentat tokave njerëzve. Është problemi i dokumentave të tokave. Problemi i dokumentave të tokave, e kemi ngritur shumë herë problem, dhe kur kemi bërë mbledhje me ministrin me këta njerëzit e AZHBR-s, po kështu në AZHBR ndonjë grant apo prapë është problemi i tokave i pronës? Unë u skualifikova, isha për ndërtim për stadu. Me i dhe atë ka vështirësi, por ka edhe bukurinë e saj kjo punë apo jo? Po, është punë e bukur. Ne jemi rritur me këtë punë edhe punë tjetër, vesh punosh e tjetri, vetëm sa i gëzohemi që jemi punë tonë. Sa çoban keni punësur? I paguni si është? 3. I paguni juve me ditë? Po, 3 çoban. Keni përfituar ndihmë nga shteti, u skualifikuat për çfarë arsye? U skualifikuam për arsye se mua më doli dëshmia e penalitetit e pistë, se u dënova për 2 rreshta blok që ngrita stallat e vjetra të dhënëve dhe u dënova për ndërtim pa leje. Stalla për bakti tuaj. Për dhënë. Cile u proceduat se ndërtuat në tokën tuaj, por e ka pa letra si pse? Toka pa letra është në 7501 pretendojnë pronarët e vjetër nga 3 të tilla. Edhe për këtë u skualifikuat dhe në AZHBR? Po, për shkak të dënimit. Megjithatë Ismaili dhe vëllai i tij e duan këtë punë, e shprehen se do të vazhdojnë të merren me blegtori, pavarësisht vështirësive të përditshme. Bordi i transparencës ka ulur me 13 lekë çmimin e naftës, e cila tani do të shitet 197 lekë. Benzina do të shitet me 172 lekë, 4 lekë më pak se një ditë më parë, ndërsa çmimet e caktuara nga bordi kanë hyrë në fuqi këtë të shtunë, ora 10:30 i mëngjesit. Për herë të parë që nga konflikti i nisur në lindjen e mesme, bordi i transparencës ul nën 200 lekë për litër çmimin e karburanteve në pikat e tregtimit me pakicë. Një çmim i tillë është reflektuar edhe në qytetin e Vlorës, ku në pikat e tregtimit të karburanteve 1 litër naftë shitet me 197 lekë, ndërkohë që 1 litër benzinë shkon në 172 lekë. Duket se këto çmime do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e radhës të bordit të transparencës, ndërkohë që tashmë çmimi i naftës ka mësuar dhe një ulje në tregjet ndërkombëtare. Bordi i transparencës ka vendosur të ulë me 13 lekë për litër çmimin e naftës. Si rezultat në tregun shqiptar, 1 litër naftë do të shitet me 197 lekë, nga 210 lekë që ishte më parë. Ndërkohë edhe çmimi i benzinës ka pësuar një ulje të lehtë prej 2 lekësh për litër. Konkretisht, benzina do të tregtohet me 172 lekë për litër, nga 174 lekë që ishte më parë. Çmimet e reja kanë hyrë në fuqi këtë të shtunë, më 18 prill, duke filluar nga ora 10:30 dhe do të mbeten të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit të transparencës, ku pritet të reflektohen sërish ndryshimet e mundshme të çmimeve në treg. Autoritetet u kanë bërë thirrje të gjithë operatorëve të tregtimit me shumicë dhe pakicë të nën produkteve të naftës që të zbatojnë detyrimisht këtë vendim, në të kundërt paralajmërohen masa të rrepta ndëshkuese që mund të shkojnë deri në pezullimin e aktivitetit për subjektet që nuk respektojnë çmimet e përcaktuara. Kjo është hera e parë që nga nisja e konfliktit në lindjen e mesme që çmimi i naftës në vend bie në nivelin e 200 lekëve për litër, një zhvillim që pritet të ketë ndikim pozitiv për konsumatorët dhe sektor të ndryshëm të ekonomisë. Megjithatë, këto çmime mbeten të përkohshme dhe do të vijojnë të jenë në fuqi deri në një vendimarrje të radhës nga bordi i transparencës.
Policia ka zbardhur djegjen e qëllimshme të automjetit në pronësi të punojësit të policisë, ku si pasojë e zjarrit u përfshin nga flankët dhe një tjetër automjet ngjitur. Policia ka ndaluar autorin e dyshuar të zjarrvënies, e sipas tyre është bërë identifikimi i porosis të dyshuar të kësaj ngjarje, një 35 vjeçari i cili aktualisht ndodhet me mas sigurie arrest në Burg. Policia zbardh dhe dokumenton në kohë të shpejtë djegjen e qëllimshme të automjetit në pronësi të një punojësi policie. Si pasojë e zjarrit u përfshin nga flakët edhe një automjet tjetër. Identifikohet, kapet dhe ndalohet autori i dyshuar i zjarrvënies. Gjithashtu është dokumentuar me prova ligjore edhe porositësi për djegjen e automjetit i cili ndodhe me mas sigurie arrest me Burg. Sekuestrohet në cilësinë e provës materiale automjeti me të cilën lëvizte autori i dyshuar. Si rezultati veprimeve hetimore, intensive dhe profesionale, shërbimet e policisë bën të mundur identifikimi, kapjen dhe ndalimin e shtetasit AM 39 vjeç banues në Vlorë, person me precedent kriminal si autori i dyshuar i zjarrvënies. Nga hetimet rezulton se ky shtetas me datën 14/4/2026 ka djegur automjetin e markës Ford C-Max në pronësi të punojësit të policisë DP. Si pasojë e përhapjes së flakëve, është përfshirë dhe është dëmtuar edhe një automjet tjetër i markës Mercedes-Benz në pronësi të shtetasit RK. Në vijim të veprimeve hetimore, është bërë identifikimi porositësit të dyshuar të kësaj ngjarje shtetasit LH 35 vjeç banues në Vlorë, i cili aktualisht ndodhet në mas sigurie arrest në Burg. Nga hetimet paraprake dyshohet se kjo ngjarje ka lidhje me një operacion policor të datës 2/4/2026, gjatë të cilit shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja, ndër të cilët ishte edhe punojësi policisë, kanë kapur në flagrancë shtetasin LH pasi kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, të caktuar nga gjykata për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Në bashkëpunim me prokurorin vijojnë veprimet hetimore për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale dhe për implikimin e personave të tjerë të mundshëm. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprën penale, shkatrimi i pronës me zjarr e kryen në bashkëpunim. 90 minuta larg verdiktit për ngjitje në kategorinë e parë, teksa të dielën luhet finalja me Sorikut dhe Butrintit të Sarandës, një ndeshje e cila do të përcaktojë ekipin që do të ngjitet një kategori më lart, ndërsa do të jetë një përballje e vetme që vendos fatin e një sezoni të tërë. 90 minuta larg verdiktit për ngjitjen në kategorinë e parë. Të dielën luhet finalja me Sorikut dhe Butrintit të Sarandës, një ndeshje që do të përcaktojë ekipin që do të ngjitet një kategori më lart, një përballje vetme që vendos fatin e një sezoni të tërë. Oriku ka kryesuar kampionatin e kategorisë së dytë dhe sipas trajnerit Sherifi Drizaj në këtë përballje vendoset gjithçka. Ai shprehet optimist se skuadra e tij do të arrijë objektivin. Normal është ndeshje fundit, është ndeshje që vendos. Nuk duhet ta kishim çuar deri këtu sepse kemi pasur gjitha mundësitë, kemi bërë hapa falls rrugës, edhe normale që përgjithësit mbien mbi ne, mbi çunat, edhe është një ndeshje që është patjetër e vlerësuar maksimalisht dhe do bëjmë maksimumin që të arrijmë një rezultat pozitiv që na çon drejt kategorisë parë. Fillimisht ishte menduar që takimi të luhej në Vlorë në stadiumin Flamurtari, por tashmë është vendosur të zhvillohet në Orikum ditën e diel në orën 14. Vetë trajneri thekson rëndësinë e kësaj ndeshje që përcakton fatet e sezonit. Besoj që po, sepse fati është që edhe Flamurtari luan sot, edhe normal që edhe tifoza do ketë. Ne kishim një mendim që ta zhvillonim ndeshjen në stadium Flamurtari sepse qoftë presidenti Flamurtari, qoftë edhe drejtuesit e tij na janë gjendur afër edhe na i kanë vënë dispozicion stadiumin, kështu që do ishte shumë e bukur dhe për ne, ndoshta edhe për Butrintin sepse do kishin edhe tifoz, gjë që nuk është pranuar. Kjo është pjesë që u takon të tjerëve. Ne afruam atë bashkëpunimin ton, kështu që do e luajmë në fushën tonë, në shtëpinë tonë. Tu nuk ka asnjë problemi, qoftë edhe Flamurtari dhe këtu njësoj ishte, por që do japim maksimumin për të arritur një rezultat pozitiv sepse është e drejtë mendoj që kemi 3 vjet që e sulmojmë në ngjitjen kategoritë parë, kemi qenë gjatë gjithë vitit udhëheqës të kampionatit, por që donte fati kështu edhe do përballemi drejt për drejt. 90 minuta që vendosin gjithçka në një përballje të vetme ku do të përcaktohet se cili ekip do të ngjitet një kategori më lart. Bashkërisht jemi në të tjera edicione deri atëherë, mirupafshim.